Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data sot është 7, muaj është i 5, pra 7 maj vitit 2026, vit që po e shkelim. Është e njëjtë. Dhe në Maqedoninë Perëndimore, posaçërisht e cila është pjesë e Maqedonisë së Veriut, nuk ka ndonjë ndryshim në politikë bërje sa i përket çështjes së shqiptarëve. Bile, politikërbërësit shqiptarë në këtë moment na përdorin sikur monedhë për kthim kusuri. Sepse kemi mundësuar, duke qenë të dëshpëruar me ata të cilët ishin si bartës të asaj që quhej vazhdimësi e luftës së UÇK-s së vitit 2001 BDI-s. BDI kurrë mos ardhi në pushtet. Shkeli mbi gjakun e dëshmorëve, çka nuk bëri dhe kë nuk solli në pushtet. Mirë po, të dëshpëruar nga politikëbërja e BDI-s, shqiptarët ju drejtuan votave të kotive në vitin 2021 në ato lokale kundër kapetan lëkut të ish funksionarëve të BDI-s dhe mbetën të dëshpëruar. Unë si zakonisht merrem me tetovën, por nuk harrit merrem edhe me çështjen shqiptare në përgjithësi. Unë nuk jam baba i shqiptarisë, por kam të drejtë si shqiptar të kritikoj dhe të lavdëroj. Jam pjesë e këtij populli. Pra kjo është një përgjigje për gjithë ata të cilët pse merresh. Merrem dhe do të merrem. Për 40 vite si punë gazetari këtu në Maqedoni, përpara kam jetuar në Prishtinë, jam hasë të varë dhe nuk di gjë tjetër, merrem me pushtetin. Me këtë merrem, me opozitën, e cila deri dje ishte pozitë, dhe si mund të kalojmë mbi atë që Bilal Kasami, përveç që është out, jashtë çdo gjëje, përveç që nuk lexon, përveç që nuk përcjell rrjetat politike, ka dalë sot në mbrëmje dhe duan të promovojnë Vlenin, një parti e cila është krijesë e Mickovskit. Merrni me mend, krijesë e Mickovskit. Dhe nuk ka përcjell lajme. Ta dëgjojmë se çfarë ka thënë njëherë ministri i punëve të jashtme, Mucunski, i cili ishte i prerë në një takim me faktorë ndërkombëtar, dhe çfarë ka deklaruar Bilal Kasami, nuk dua sjellje me zë në televizionin Alsat të Shkupit. Услови за уставни измени нема. Имаме недостиг на доверба и недостиг на кредибилитет во однос на испораката кон нас како држава. Оваа порака ја упати денеска шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски, по средбата со генералниот секретар на Советот на Европа Алан Берсе. Министерот за надворешни работи истакна дека Македонија работи на реформите. Реформската агенда продолжува да се ја работи својата домашна работа и имплементацијата на европските вредности. Сакам да бидам кристално јасен. Во овој контекст, нашата држава не е подготвена за уставни измени. Има недостаток на доверба и недостаток на кредибилитет по однос на испораката спрема нас како држава. Така да, во овој момент услови за уставни измени нема и владата не е подготвена да превземе било каков чекор кон уставни измени. Дали ние правиме конкретни работи поврзани со нашата европска перспектива, не сакам да бидам репетитивен, бидејќи оваа е тема што е многу актуелна во последниот период, да правиме. Во однос на тоа дека денеска се очекува да биде врачен мандатот за составување на влада во Бугарија на Румен Радев. Муцунски рече дека негова цел не е ниту да рецензира резултати од избори, ниту да рецензира изјави што доаѓаат од Софија, бидејќи како што посочи би навлегол во тугиот наратив. Недостатокот за волја за таков диалог имаше од страна на соседна Бугарија при постоење на една претходна политичка влада. Јас се надевам дека има свест во Софија дека европската перспектива за нашата држава е значајна за целиот регион. Po pra, këto ishin pralla për natën e mirë nga Mucunski sepse çdo gjë dihet. Pa ndryshime kushtetuese, pa futjen e bullgarëve në kushtetut, nuk do të ketë tërheqje të vetos nga Bullgaria. Këto vetëm blejnë kohë tash sepse ajo që ka filluar duhet edhe të përfundojë. Kjo qeveri është e korruptuar deri në fund. Përfshirtu edhe Vëmërë dhe Pëmnen, përfshirtu edhe Vlenin. Dhe del ai tipi, nuk shta thëmë për pak ish kryetari i komunës së Tetohet Bilal Kasami, i cili duhet të vuaj atë që ka bërë. Pra, Bilal Kasami nuk përcjell zhvillimin politik të qeverisë si dëshmi, ja, e dëgjuat videon,
dhe ka dhe me të shkrime. Pra, Mutsun s'kishti prerë. Nuk jemi të gatshëm për ndryshime kushtetuese. Dhe a dini çfarë për Bilali? Del në një televizion nacional këtu, Alsat më, dhe thot, kur do kushtetuta dhe realiteti politik. Pra, përdor terma të cilat nuk përkojnë me realitetin, sepse shpreha kur do nuk jep kohë dhe afat. Pra, deklarata e liderit të Vlenit Bilal Kasami se kur do që të hapet kushtetuta, do të diskutohet largimi i termit 20%, tingëllon politikisht e bukur, por realiteti institucional në Maqedoninë e Veriut e demanton pothuajse brenda 24 orëve. Sepse ndërkohë që Kasami flet për ndryshimet kushtetuese pa afat, shprehja kur do, një fjalë që në politikën ballkanike mund të nënkuptojë nesër, pas 2 vitesh ose kur, ministri i jashtëm Tiv Çamucuski doli publikisht dhe tha qartë se shteti nuk është i gatshëm për ndryshime kushtetuese. E si do i bëj ka kur do Bilali këtë ndryshim të heqjes së 20% dhe shënimit të shqiptar? Si? Se ai është kryeministri, ai ka votat 61. Pra, qytetarët shqiptar u premtohet një debat për avancim kushtetues, ndërsa vetë qeveria pranon se nuk ka as vullnet as kushte politike për të hapur kushtetuesën. Atë lind një pyetje logjike. Për kë po bëhen o Bilal këto deklarata? Për partnerët ndërkombëtar apo për konsum të brendshëm politik? Jo, e keni për konsum të brendshëm politik dhe për vëmëron. Ironia qëndron pikërisht këtu. Njëra parë flet për hapjen e parë të kushtetuesës, ndërsa pala tjetër e qeverisë deklaron se kushtetuta nuk hapet fare në këtë moment dhe nuk dihet. Në praktik, kjo bie që shqiptarët të thotë, do ta zgjidhim çështjen sapo të ndodh diçka që vetë ne themi se nuk do të ndodh. Patëm në BDI 22 vite. Kur gjë. Erdhën pastaj surrogatat të dalë nga BDI dhe PDSH. Kur gjë. Dhe çfarë thoshte? Kush do qoftë, duke filluar nga Taravari, Sela, të gjitha që ishin të përfshirë në qeveri. Për 6 muaj e kështu me radhë. Në thelb, kjo krijon një përshtypje të një politike që luan me termat dhe temat identitare për të mbrojtur gjallë emocionin politik, ndërsa realiteti mbetet i ngrirë. Dhe kjo ndodh në një kohë kur vendi pa përballet me krizë besimi, afera korruptive, urbanizim të kontestuar, ndërtim pa leje dhe ngecje të reformave evropiane. Madje vetë ministri Tiv Çamucuski pranoi se ekziston mungesë besimi ndaj procesit evropian dhe ndaj garancive që jepen vendi. Kjo është faktografia reale politike. Maqedonia e Veriut aktualisht nuk ka klim politike për ndryshime kushtetuese. Prandaj, deklarata kur do që të hapet kushtetuta më shumë tingëllon si formulë për të shtyrë debatin në pafundësi, se sa si projekt konkret politik, sepse në politik, ku nuk jepet afat, zakonisht nuk jepet as përgjegjësi. Pra, ndërsa qytetarët vazhdojnë të presin reforma reale, politika vazhdon të ofrojë premtime me afat të pacaktuar, një lloj kredie politike pa datë kthimi. Pak më tepër nëse ju intereson e keni telegram.mk. Autori i saj jam unë. Dhe, ç'themi, nuk jemi aq lole sa në llogaritin. Ama nuk jemi, vërtet nuk jemi. Nuk jemi. Dhe, kryeministri i Maqedonisë së Veriut e tha, edhe pse kohët e fundit pra këtyre 2 ditëve ka dalë nga tema. Tha do të ketë zgjedhje të parakoshme. Kur do të jenë zgjedhjet e parakoshme? Dhe kur? Mbas vitin tjetër? Apo modelin e Gruevskit për ne kthejnë prapë? 2 vite, 3 vite në pushtet, pastaj zgjedhje prapë. 2 vite, 3 vite në pushtet dhe i bëri 12 vite. Dhe unë kisha thënë këtë. Vleni po trompeton, nuk merret me çështje shqiptare në Maqedoni. Vleni po trompeton për një parti e cila do të quhet Vlen dhe do ketë 2 kryetare kështu me radhë. Dhe të 2 kryetarët ndrohen nëpër intervista. Ko delni? Të 2 janë të korruptuar. Apo e çojnë aferet korruptive të liderëve partia këtë Vlen dhe formatë të Vnes Maqedoninë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Pra, deklaratat politike për ndryshime kushtetuese dhe barazi etnike kanë peshë të madhe në një shtet të ndjeshëm si Maqedonia e Veriut. Mirë po, kur këto deklarata vinë në kohë kur opinioni publik është i mbi ngarkuar me akuza për korrupsion, urbanizëm të dyshimt dhe ndërtime pa leje, siç është Shahiri, lind pyetja logjike, apo përdoren temat kombëtare për të larguar vëmendjen nga aferat që po tërnditin pushtetin. Njëri nga liderët e Vlen Bilal Kasami kërkon largimin e termit 20% nga kushtetuta, ama në intervista televizive, jo kështu. Dhe zëvendësimin me emërtimin shqiptar. Kjo është një çështje që prek identitetin dhe barazin politike të shqiptarëve në shtet. Por paralelisht me këtë debat, vetë Kasami po përballet me presion politik pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Maqedonisë së Veriut, që rezoi vendimin lidhur me urbanizimin në Teto, duke hapur dyshime për mënyrën e menaxhimit urbanistik dhe ligjvërinë e proceseve komunale. Pra, doli se është i panjohur për këtë temë.
Në anën tjetër, edhe Izet Mexhiti është përballur vazhdimisht me akuza politike për ndërtimet pa leje të shumë kazëve gjatë mandateve të tij në komunë. Akuzat të ngritura publikisht nga kryetare e Shkupit Daniela Arsoska si dhe padi dhe kallëzime që kanë prodhuar debat të madh publik, edhe pse përgjegjësia penale përcaktohet vetëm nga drejtësia, gjykata, perceptim publik për korrupsion dhe klientalizëm po e dëmton seriozisht besueshmërinë e elitës politike. Në këtë situatë, goditja nuk mbetet vetëm te vlen. Barën politike e mban edhe kryeministri Kristian Mickovski, si udhëheqës i qeverisë, por edhe zëvendës kryeministri Aleksandr Nikollowski. Ky që është. Pasi qytetarët nuk i ndajnë aferat sipas partive, por i shohin si dështim të përgjithshëm të sistemit. Ka dështuar kjo qeveri. Kur një qeveri premton reforma, luftë kundër korrupsionit dhe shtet juridik, ndërsa në opinion dominojnë skandalet, urbanizmi, kontroversë dhe mosndëshkimi, atëherë besimi publik fillon të shembet. Problemi më i madh për RMV nuk është vetëm korrupsioni si fenomen, por fakti që reformat e premtuara vazhdojnë të mbeten në letër, integrimet europiane stagnuan, sistemi i drejtësisë vazhdon të kontestohet, ndërsa qytetarët përballen me varfëri, emigrim dhe humbje të shpresës. Si mund të komentohet ndryshe, le të mendojnë ata të cilët do shpërngulen? Si Mickovski, gjeneratave të reja u drejtohet, rini këtu. Me çka? Të përcjellni juve se si ndroni orët për çdo ditë në dorë, apo atjetrin se si thot gjithë interesi i qeverisë janë dy komuna Ohri dhe Prilepi? Pra Nikollowski. Në këtë klimë politike çdo aferë e re mund të shndrohet në shkëndi për destabilizim të shumicës parlamentare. Prandaj, nuk përjashtohet mundësia që pikërisht kombinimi i aferave korruptive, presion publik dhe mungesës së reformave reale të shëmën që nivelimin drejt zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Sepse pushteti kur humb besimin moral, debatet identitare nuk mundojnë më për të shpëtuar nga përgjegjësia politike. Po pra. Po. Dhe Maqedonia përveç që përballet me shumë çka përballet edhe me inflacion. 5.7% këtë muaj ka qenë. Pra, brenda një viti çmimet e ushqimit rriten për 8%, bile diku ka shkuar edhe 100%, por hajde. Kjo ndodh vetëm në një shtet të korruptuar siç është Maqedonia. Dhe këta po bëhen të shurdhër dhe të verbër ndaj asaj që po del nga popullata. E popullata ka vendosur që të heshtë. Heshtja është gëdhënjera dhe varë. Qilli regulatori energjetikës më në fund në Maqedoni ka paralajmëruar analistë të vllotjeve tarifore. Është jo logjike të paguajnë 4 çmime për të njëjtin produkt të bursës. Shiqir që u kujtua. Kryetari i Komisionit Regulator për Energjetik, Aco Risto, beson se duhet bëhet një analizë detajuar e sistemit me 4 vllotje tarifore për energjinë elektrike. Ku ka në botë bile, e dini çfarë është më interesant? Unë kam djalin në Zvicër, nuk ka të bëjë kjo me atë, po thot, harxhuese më të mëdhej në Zvicër energjinë e kanë dhe çmimin e saj, bile dhe transportin më lirë se sa to që harxojnë pak. Pra, shqiptarët do të jenë të lumtur të kenë çmimet më të ulta se sa çdo pjesë tjetër e Maqedonisë. Por përkundrazi, paguajnë 2 fishin, 3 fishin e pjesës së tjetër. Sipas tij është e paregjishme të paguajnë 4 çmime për të njëjtin produkt në bursë, thot kryetari i Komisionit Regulator për Energjetik, Risto. Okej, të shohim, ju kemi përpara. Pranverën e kemi përpara me ju. Shohim se çfarë do bëni. A do lejojë qeveria, sepse qeveria ka në EVN 10%. Të e heshti. Ata e din, por e heshti. Dhe çfarë të themi për Vlenin? Asnjë polic shqiptar me zdimet më të mirë në ditën e policisë dhe asnjë shkron në gjuhën shqipe. E çemi mësuar. Ata heshtin dhe mendojnë se me heshtje do kalojnë. Siç bën kryetari i komunës së Sigurisë, çfarë nuk premtoi me ndiqyra. Kur kund nuk është. As me parkingjet, as me tash vjen edhe sezona e turizmit. Dhe do ndalem pak në Izet Mexhitin. Ai doli dhe tha. Po para se ndalem Izet Mexhitin, Mickovski e tha një muhabet mjaft interesant. Për Fatmir Limanin vendos Vleni, sepse Vlenin e ka krijuar Mickovski. Dhe Izet Mexhiti doli tha, pra në të që thash pak më herët se bëjnë gara të dy kryetarët, ashtu thuhet se do zgjidhen, a unë mendoj se asnjëri nuk duhet të zgjidhet sepse kryetar më korruptiv se sa këta dy, Izet Mexhiti dhe Bilal Kasami, në asnjë parti politike nuk ka. Me dëshmi, njëri me vendimin e gjykatës kushtetuese, tjetri me deklaratat të ish kryetarës së Shkupit Daniela Arsoskës. Dhe dini çfarë thotë Izet Mexhiti? Ligji për përfaqësim të drejtë i mirë i keq ligj është. I mirë i keq ligj është. Kështu deklaroi Izet Mexhiti kur u pyet për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Mes tjerash, Izet Mexhiti theksoi se nga balancuesi si mekanizëm statistikor po bëhet ligj. I mirë i keq ligj është.
my god. Atëherë, unë do ndalem pak, do merrem pak me Izetin se vërtet Izeti beter Bilallit nuk përcjell se çfarë ndodh në Maqedoni. Ta mendojnë se i dinë të gjitha gjërat. O Bilal, o Izet, ligjet nuk janë jogurt marketit. S'ka i mirë apo keq për kushtetues ose i padrejt. Unë e them, ju dini se mbahami i mençur. Deklarata 20 se i mirë i keq ligji është tingëllon më shumë si arsyetim politik për kaluar diçka me çdo kusht, se sa si filozofi serioze juridike. Pra, ata duhen ta kalojnë këtë ligj për përfaqësim të drejtë. I mirë i keq. Nëse një ministër apo bartës funksionin politik e relativizon cilësinë e ligjit deri në këtë nivel, atëherë bie vetë kuptimi i shtetit juridik. Ligji nuk është statistik, as propagandë apo kompromis pazari politik. Ligji duhet të jetë i drejtë, kushtetuesi zbatues dhe gjitha të garantojë barazi reale, por ndryshe edhe ligjet më të qenë histori kanë qenë ligje, por kjo nuk i bëri të drejta. Të thuash i mirë i keq ligjesh, është njësoj sikur një mjek të thotë ilaçi mund të shërojë ose të dëmtojë, por ilaç është. Kjo logjik është e rrezikshme sepse normalizon mediokritetin institucional dhe ul standardin e përgjegjësisë politike. Shqiptarët në North Makedonia, pra, vëmërë do përmëne Niko Garseverna që thotë nuk kanë pritur dekada për çfarëdo ligji, por për një zgjidhje të drejtë dhe të qartë për përfaqësimin e tyre real në institucione. Vallëndsuesi u kritikua pikërisht sepse shpesh u përdor si mekanizëm formal, statistikor dhe i manipulueshëm. Bile BDI ka kaq përdorur këtë, duke u amundsuar në cilëtet e tjera, ai që i tekonte shqiptarëve, duke bërë zemërgjër ndaj partnerit të saj në qeveri, qoftë Gruevski, qoftë Zaev, Kovashevski kështu me radhë. Merrni ju, që ne po japim tushve kështu me radhë, dhe psa ta binë diku tjetër. Nëse tani po sillet një ligj që ende paraqitet me rezervë nga vetë promovuesit e tij, atëherë qytetarët kanë të drejtë të dëshirojnë se po ndrohet vetëm amballazhi e përmbajtja. Një pushtet serioz nuk duhet të kërkojë dorë turpitje pse në fund po sjell ligj, kjo është detyrim institucional, jo vafor politik. Pyetja kryesore nuk është a ka ligj apo jo, por a garanton ky ligj barazi reale apo vetëm krijon iluzion juridik për konsum ditor politik. Sepse në fund edhe padrejtësia mund të legalizohet me vota, por nuk bëhet drejtësi vetëm se shkruar në gazetën zyrtare. Kush ta se nuk jam i mençur? Hambila? Pra, dhe njerë, vërtet kjo që ndodh në Maqedoninë Perëndimore me shqiptarët, ku vlen i hesht. Shqiptarët çdo ditë përjeshtohen. Ja i del flet për kongresin 9 maj. Problemi i madh që do bëj ka vleni. Asgjë tjetër pra, ka shumë çka, por unë do ndalem sonte këtu sepse vërtet është rënqese e çfarë ndodh. A se si të veprojnë institucionet në Tetov, a se si. Okej. Është e bllokuar çdo gjë, as një lajm në atë se kush ka ndërton, dihet ndërtuesi, po si është raporti, kush e ka marrë, si e kanë marrë ndërtimin e objektit të ri të komunës së Tetovës. Dhe për atë them se BDI s'bëni kur gjë dhe s'bën kur gjë. Heshtin në atë që quhet kuvend komunal këshilltarët e BDI-s. Heshtin. Okej. Këtu unë ju përshëndes. Ishit në podcastin Mesut Shabani. Me Mesut Shabanin dëgjojmë nesër mbrëmë.